Kryeministri Edi Rama u është përgjigjur drejt për drejt pyetjeve të adresuara nga qytetarët në platformat sociale, duke u ndalur sërish në rëndësinë e procesit të reformave dhe programit të qeverisjes së Partisë Socialiste, me të cilin pritet që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama nuk i ka kursyer ironit për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, teksa ka thënë se ka kontaktuar kandidatët nga primaret për t'u bashkuar me PS-n. Rama tha se primaret tregojnë gjithçka, ndërsa u shpreh se jo vetëm ujku, por dhe bufi qimin e ndërron, por zakonin se haron. Kemi një sër individësh që kanë zhvilluar dhe primare që na kanë kontaktuar. Për ato primaret e famshme dhe të tmerrshme, ato primaret ato primaret që thonë gjithçka në fakt se jo vetëm ujku, po dhe bufi qimen puplën e ndron, por zakonin se harron, bufi Knetës. Mos harroni, bëhet fjalë për Kënetën, për bufin e Kënetës, është një lloj bufi specifik. Nuk është ai bufi i famshëm. Mëtej Rama tha se BE nuk i merr në konsiderat njerëzit që kanë probleme me drejtësinë, ndërsa me ironi komentoi dhe marrjen e Lasivita si këshilltar i PD-s për fushatën zgjedhore. Bëhet fjalë për individ që janë me probleme të hapura me drejtësinë, probleme të hapura që s'dihet kur mbarojnë, nuk dihet si mbarojnë, nuk dihet a janë kaq apo ka më shumë. Tani si mendoni ju që Bashkimi Evropian këto nuk i merr në konsiderat? Apo Bashkimi Evropian është një studio konsulence që paguhet me kush e di se sa, dhe kush di se si paguhet, me thënë të drejtën, dhe vjen nga Amerika këtu se paguhet, edhe bën fushat për një palë, edhe këtu mbyllet filmi. Po jo, se nuk mbyllen kështu filmat me Bashkimin Evropian, janë ndryshe. Një farës të madhe e quan kryeministri Edi Rama programin e Shqipërisë madhështore, duke thënë se më 12 maj premtojnë minimumin jetik 200 euro, por kjo sipas tij nuk mund të ndodhë.